Sot është bo më e lehtë që njerëzit ta besojnë Zotin. Pse sot? Sot Zoti na flet me miliarda. Truri i njeriu të peshon 1,5 kg. Është shumë preciz, gjoja ndoshta më e përsosur e kësaj toke, i ka 100 deri në 200 miliard neurone që funksionon. Pra Zoti nuk po flet më me mijëra, as me miliona. Sot ai po i flet njerëzimit me miliarda. Derisa kanë pas debat shkencëtarët që ka më shumë neurone truri apo më shumë yje galaktika jonë udhaj qumsi. Dhe konkluzioni përfundimtar i shkencës është që yje më shumë janë galaktikën tonë, sepse ato janë 200 deri në 400 miliard yje. Tani kush i krijoi këto? Vetëm i gjot Makedon sprov Zoti. Thoshte fol, se flet lezetshëm, po zemrën veje pak në punë, se unë ta kom dhuru, po veje pak në punë. Kjo zemër, kjo orë perfekte, që orat zviceriane janë zero përpara saj, rreth 2 miliardë gjys deri në 3 miliardë herë gjatë jetës njeriut. Tani çfarë them, më vazhdo kështu duhet me fillu të qajmë xhami pastaj.